Më lejo të them diçka që ndoshta nuk do ta dëgjosh me dëshirë, por që tani duhet ta dish patjetër. Burri që të ka injoruar, që ka lexuar mesazhet e tua, por nuk është përgjigjur, që ka vendosur se ti nuk je e mjaftueshme, ai burr tani po çmendet pas një gruaje tjetër. Por jo sepse ajo është më e bukur, më e re apo më e suksesshme, por sepse ajo bën diçka që ti e ke harruar prej kohësh. Diçka që ke hequr dorë ta bësh për të mos u refuzuar. Dhe pikërisht kjo është ajo që i çmend vërtet burrat, jo pamja, jo trupi, por një energji e caktuar që ata nuk mund ta kontrollojnë. E di, kjo dhem. Ndoshta po mendon për të tani, po pyet veten çfarë ke bërë gabim, pse nuk të ka zgjedhur apo pse të ka lënë për dikë tjetër. Ndoshta ke kaluar net të panumërta duke analizuar çdo mesazh, çdo fjalë, çdo shikim, me shpresën për të kuptuar kur e ke humbur interesin e tij. Por e vërteta është shumë më e thjeshtë dhe njëkohësisht më e dhimbshme nga sa mendon. Kam më shumë se 40 vjet që punoj si psikolog kognitiv behavioral. Kam këshilluar pafund çifte, kam dëgjuar qindra histori dhe kam mësuar një gjë: burrat nuk e humbasin interesin rastësisht. Nuk është fati, nuk është fatkeqësi, dhe as pse janë shumë budallënj për të vlerësuar një grua të mirë. Burrat e humbasin interesin kur njohin modele sjelljeje që në ta ngjallin një sinjal të vjetër instinktiv, paralajmërimi, një ndjesi e tipit rrezik, këtu s'ka më sfidë. Ndoshta e njeh këtë ndjesi, një dik, pas një kohe të gjatë ndihesh sërish gjallë, ka kimi, tension, mesazhe pa pushim. Fillon të shpresosh, të ëndërrosh, të besosh se kësaj here mund të funksionojë vërtet. Dhe pastaj, pa e kuptuar, fillon të ndryshosh. Anulon takime me shoqet vetëm që të jesh e lirë për të. Shikon vazhdimisht telefonin, pret mesazhin e tij, përshtatveshjen, mendimin, madje edhe sjelljen tënde sipas tij. Qesh me gjëra që s'të bëjnë për të qeshur, vetëm për të dukur harmonike. Dhe pa e vënë re, bëhesh një version më i butë, më i përshtatur i vetes, dikush që përpiqet në vend që thjesht të jetë. Dhe pikërisht në atë moment, kur mendon se po bën gjithçka drejt, ai fillon të tërhiqet. Ndërsa ti përpiqesh ta mbash, ekuilibri ndryshon. Sepse diku jashtë është një tjetër grua që bën të kundërtën. Ajo nuk përpiqet, nuk luan rol, tregohet ashtu siç është, e papërpunuar, e gjallë, e vërtetë. Dhe kjo e tërheq. Jo sepse është më e mirë, por sepse mbetet autentike. Nuk është magji, as sekret, as rastësi. Ajo thjesht jeton me vetdije ose pa vetdije, sipas parimeve psikologjike që unë i studioj prej dekadash. Dhe pikërisht këto parime janë çelësi përse disa gra i mbajnë burrat të magjepsur dhe të tjerat i humbasin. Por përpara se të kuptosh si funksionon kjo, duhet të kuptosh çfarë qëndron në të vërtetë pas kësaj dinamike. Nëse tani nuk dëgjon me vëmendje dhe vazhdon si më parë, mund të garantoj se asgjë s'do të ndryshojë në jetën tënde. Do të vazhdosh të tërheqësh burra që nuk të vlerësojnë, që nuk duan të lidhen, që të shohin si opsion, ndërsa ti i bën prioritet. Dhe më e hidhura është, burri që tani po të mban zgjuar në shtrat, një ditë do të ndërtoj jetë me një tjetër, do ta martoj, do të ketë fëmijë me të, do të plaket me të dhe ti do të pyesësh veten çfarë kishte ajo që ty të mungonte. Dua të jem i sinqert me ty, brutalisht i sinqert. Nuk e zbukuroj të vërtetën. Koha kalon dhe nuk fal askën. Çdo ditë që kalon duke pritur që një burr më në fund të vlerësojë, ndërkohë që ti e zvogëlon veten, është një ditë e humbur. Sa herë që vendos dikë të parin, që të sheh si zgjedhje të dytë, ti mbyll derën para dikujt që do të shite si përparësi. Dhe e vërteta e hidhur është, ndërsa ti po e lexon këtë, ka gra në moshën tënde që kanë një tërheqje të papërballueshme për burrat thjesht sepse kanë ndaluar së përsërituri strategjitë e vjetra, të gabuara që kanë mësuar dekada më parë. Strategji që kurrë s'kan funksionuar. Të gjithë kemi mësuar nga nënat, gjyshet tona, filmat dhe përrallat se për të fituar një burr duhet të jesh e mirë, e kuptueshme dhe gjithmonë e disponueshme. Që duhet ta kujdesësh, t'i gatuash, të kujdesesh për nevojat e tij, t'i japësh të drejtë, të mos i kundërshtosh.
Na është mësuar se dashuria e vërtet nënkupton sakrificë, përkushtim, vetëflijim, që duhet të vendosësh veten në vend të dytë për t'u dashur. Për dekada kemi jetuar sipas këtij modeli me shpresën se një ditë do të jap fryte. Por e vërteta është, kjo formulë është e vjetruar. Nuk ka funksionuar kurrë. Ajo tërheq vetëm burra të papjekur që kërkojnë nën, jo partnere. Tani pyete veten me ndershmëri, sa herë ke qenë në një lidhje ku ke dhënë gjithçka dhe tjetri po thuaj asgjë? Sa herë ke ndjerë se ke dashur më shumë, je përpjekur më shumë, ke investuar më shumë? Sa herë ke qarë natën duke pyetur veten pse nuk je e mjaftueshme? Nëse përgjigjja është më shumë se një herë, atëherë problemi nuk janë burrat, por një model sjelljeje që e përsërit pa pushim. E di çfarë po mendon tani. Beson se burrat do të largoheshin nëse do të ishe thjesht vetvetja me forcën tënde, mendimin tënd, kufit e tu, botën tënde. Ke frikë se nëse nuk je mjaftueshëm e ëmbël, e disponueshme, e përshtatshme, ai do të gjejë një tjetër. Por pikërisht ajo frikë paralizuese për t'u braktisur është ajo që po shkatëron jetën tënde dashurore. Sepse ironikisht e humb dik më shpejt pikërisht kur përpiqesh me çdo kusht të mos e humbësh. Burrat, dhe këtë e kam parë të konfirmuar në mira terapi, nuk e vlerësojnë atë që e marrin shumë lehtë. Nuk është keqtashje, por psikologji. Ekziston një parim themelor i quajtur parimi i mungesës. Ai thotë se ne vlerësojmë më shumë atë që është e vështirë për t'u marrë. Prandaj, nëse dorëzohesh menjëherë, je gjithmonë e disponueshme, nuk vendos kufi dhe e rrotullon jetën tënde rreth tij, truri i tij nuk të percepton si të vlefshme. Jo me vetdije ndodh automatikisht, instinktivisht, thellë në biologjinë tonë. Mendo si sillesh në treg. Kur sheh se një frut është i rrallë, që shumë njerëz e blejnë dhe pothuaj ka mbaruar, automatikisht mendon se duhet të jetë i mirë. Por kur sheh një frut që është me shumicë, që askush nuk e do, fillon të dyshosh në cilësinë e tij. Pikërisht kështu funksionon edhe këtu. Burrat nuk i vlerësojnë gratë që janë gjithmonë të disponueshme, pa botë të tyre që rrotullohen vetëm rreth tyre. Ata ndihen tërhequr nga gratë që kanë jetën e tyre me projekte, qëllime, interesa dhe që u japin ndjesinë se afërsia me to është një privilegj që duhet fituar. Por tani vjen pjesa më e vështirë që duhet ta dëgjosh. Nëse nuk ndryshon tani, nëse vazhdon me të njëjtat modele, nuk do të humbësh vetëm këtë burr, por edhe mundësinë për një marrëdhënie të shëndetshme për pjesën tjetër të jetës. Problemi nuk është mosha jote, as trupi, as e kaluara. Problemi është se për sa kohë nuk e vlerëson veten, nuk do të gjesh askënd që ta bëj. Çdo vit që kalon pa bërë këtë ndryshim themelor në mënyrën si dashuron, është një vit tjetër i humbur, një vit tjetër në marrëdhënie mesatare me burra që nuk të meritojnë. Dhe më lejo të them edhe diçka tjetër, që ndoshta përsëri nuk do ta dëgjosh me dëshirë, por që është 100% e vërtetë. Ndërsa ti ende shpreson që burri që të ka injoruar do ta ndryshojë mendimin, ndërsa kontrollon vazhdimisht nëse ai ka parë story-të e tua, ndërsa analizon çdo rresht të mesazhit të tij të fundit. Tashmë ekziston një tjetër grua që e ka të i kaluar atë. Ajo e ka lënë pas, ka vazhduar përpara, po ndërton një jetë të mrekullueshme dhe tërheq burra që e respektojnë dhe e vlerësojnë. Dallimi mes teje dhe asaj nuk është bukuria, as fati dhe as rinia. Dallimi është se ajo ka ndaluar së lypuri dashuri dhe ka filluar të kërkojë respektin që meriton. Sepse kjo është e vërteta më e pakëndshme, por më e ndershme. Problemi yt nuk është mungesa e dashurisë, por teprica e tolerancës ndaj thërrimeve. Je mësuar aq shumë të pranosh më pak nga sa meriton, sa nuk e njeh më kur dikush të trajton pa respekt. Ke mësuar të pajtohesh me burra që të japin minimumin nga frika se mos mbetesh vetëm. Dhe pikërisht ajo frikë e thellë, paralizuese nga vetmia, të mban të burgosur në lidhje që të zbrazin, në vend që të plotësojnë. Pas viteve të tëra pune me mira gra, kam kuptuar diçka thelbësore. Gratë që me të vërtetë i magjepsin burrat që i tërheqin dhe jetojnë në marrëdhënie të respektueshme dhe të përmbushura, kanë të gjitha diçka të përbashkët.
Dhe jo, nuk është bukuria. Kam parë gra mahnitse që janë trajtuar mjerueshëm dhe gra krejtësisht mesatare që janë mbajtur si mbretëresha. Dallimi vendimtar nuk është pamja, por qëndrimi. Është një shkëlqim i qetë, por i fuqishëm që thotë, unë e di vlerën time. Kam standarde të larta. Nuk pranoj gjithçka. Këto gra dërgojnë pa vetdije sinjalin, nëse ti nuk je në nivelin tim, ka të tjerë që janë. Dhe para se të mendosh se po të them të jesh arrogante apo të luash lojra jo. Nuk ka të bëj me të shtirur indiferencë, me manipulim apo me të bërë veten me zor. Ka të bëj me diçka shumë më të thellë dhe të vërtetë. Ka të bëj me të rikthyer lidhjen me atë grua që ishe dikur, para se zhgënjimet të bindnin se nuk je e mjaftueshme. Ka të bëj me të rimarë forcën e brendshme që ke pasur para se burrat me zemër të vogël të bënin të besoje se vlera jote varej nga vëmendja e tyre. Ka të bëj me të rindërtuar ndjenjen e vetë vlerësimit nga themeli. Sepse problemi më i madh që shoh çdo ditë në praktikën time është ky: gra brillante, inteligjente, të afta të suksesshme në punë, të sigurta në publik shndërrohen në qenie të pasigurta e të varura sapo një burr u jep pak vëmendje. Gra që e kanë gjithçka nën kontroll, në dashuri bëhen si vajza të vogla që kërkojnë dëshpërimisht miratim. Dhe kjo, e dashur, është ajo që i largon burrat më shpejt se çdo gjë tjetër. Burrat e ndjejnë nevojën nga kilometra larg. Ata nuhasin frikën nga braktisja. E kuptojnë menjëherë kur një grua ja dorëzon në duar gjithë respektin dhe lumturinë e saj. Dhe në atë moment ekzistojnë vetëm dy lloje burrash, të mirët që tërhiqen sepse e dinë që nuk mund të mbajnë një përgjegjësi të tillë, dhe të këqit narcisistët dhe manipulatorët që afrohen sepse e dinë se kanë pushtet mbi ty. Pra, dëshiron të dish çfarë bëjnë gratë që i çmendin vërtet burrat, dëshiron të zbulosh sekretin që bën që një burr të mos mund të nxjerrë nga mendja, do ta them, por duhet të jesh gati ta kuptosh me të vërtetë, sepse kjo bie ndesh me gjithçka që të kanë mësuar. Gratë që i magjepsin më shumë burrat janë ato që nuk kanë nevojë për ta. Kaq e thjeshtë dhe kaq e vështirë. Ato janë gra me një jetë të plotë, të pasur, emocionuese, ku një burr është një shtesë e bukur, por jo një domosdoshmëri. Gra që janë mirë edhe nëse ai largohet, që kanë mira gjëra më të mira për të bërë sesa të presin një telefonat. Gra që e dinë se nëse ai nuk e vlerëson kohën e tyre, dikush tjetër do ta bëjë. Dhe këtu qëndron gabimi që bëjnë shumë. Mendojnë se për të mos pasur nevojë për një burr duhet të heqin dorë nga dashuria, të ndërtojnë mure, të bëhen të ftohta. Por kjo është një keqkuptim. Nuk ka të bëjë me refuzimin e dashurisë, ka të bëjë me mosvarësinë nga ai burr. Ka të bëjë me të kuptuarin se ti je e plot me ose pa lidhje, se je gati ta ndash jetën me dikë që është i barabartë me ty, por jo me çdo kusht. Gratë që janë vërtet të parezistueshme kanë diçka që unë e quaj faktori i vetë mjaftueshmërisë emocionale. Këto gra nuk kërkojnë një burr për t'u ndjerë të plota, për t'i dhënë kuptim jetës së tyre apo për të mbushur boshllëqet e brendshme. Ato janë tashmë të plota. Kanë një jetë që e duan, projekte që i frymëzojnë, synime që i shtyjnë përpara. Dhe një burr që dëshiron të bëhet pjesë e kësaj jete duhet ta fitojë këtë privilegj duke treguar se sjell diçka, jo se merr diçka. Dhe pikërisht kjo, e dashur lexuese, është ajo që të mungon tani. Ty nuk të mungon një burr, të mungon një jetë aq magjepse sa burrat të dëshirojnë të bëhen pjesë e saj. Të mungon një version i vetes që është aq magnetik sa një burr sapo të njohë, të mendojë. Kjo grua është e veçantë. Nuk mund ta humbas. Por për të arritur aty, për t'u bërë ajo grua, duhet të bësh diçka që ndoshta se ke bërë prej kohësh, të shikosh veten me ndershmëri në pasqyrë. Brutalisht me ndershmëri. Duhet të pyesësh veten, nëse do të isha burr, a do të dashurohesha me veten time? A do të zgjidhja veten si partnere? Dhe nuk flas vetëm për pamjen, por për energjinë, qëndrimin, aurën tënde. Sepse këtu qëndron e vërteta më e vështirë që mund të them sot. Nëse ti vetë nuk je e dashuruar me jetën tënde, si mund të presësh që një burr të jetë?
Nëse nuk e gjen veten interesante, si mund të presësh që të tjerët të gjejnë më gjepsëse? Nëse nuk e vendos veten në vend të parë, si mund ta bëjnë të tjerët? Shumica e grave që vijnë tek unë presin një burr që t'i shpëtojë nga mërzia, vetmia, pakënaqësia me jetën e tyre. Ato presin princin që do t'u jap kuptim ekzistencës, dhe ndërsa presin, ndalojnë së jetuari. Nuk ndjekin më ëndrat, nuk investojnë në veten, nuk bëjnë asgjë që i bën të ndihen gjallë, dhe pastaj habiten pse burrat nuk i gjejnë interesante. Do të shpjegoj diçka që e di pas dekadash kërkimi mbi trurin mashkullor. Burrat janë biologjikisht të programuar për të gjuajtur. Është pjesë e strukturës së tyre evolucionare. Për mijëra vite kanë mbijetuar burrat që ishin gjuetarë më të mirë, ndjekës më të mirë. Kjo programim ekziston ende sot. Burrat e shijojnë ndjekjen, sfidën, fitimin e diçkaje që kërkon përpjekje. Nëse ti dorëzohesh pa asnjë përpjekje, je gjithmonë e disponueshme, nuk paraqet asnjë sfidë, atëherë truri i tij thjesht e fik interesin. Dhe nuk po flas për të luajtur me qëllim të vështirën. Kjo nuk funksionon. Burrat e ndjejnë menjëherë kur diçka është e shtirur. Ajo që dua të them është kjo: bëhu me të vërtet një grua që është e vështirë për t'u pushtuar, jo sepse luan me qëllim të parritshëm, por sepse je e zënë duke jetuar një jetë të plotë. Sepse me të vërtet nuk je gjithmonë e disponueshme, pasi ke angazhime ndaj vetes. Sepse me të vërtet ke standarde të larta dhe jo çdo burr është i kualifikuar për to. Dhe po, e di çfarë po mendon tani, por unë e kam provuar tashmë gjithçka, dhe ai përsëri iku. Nëse një burr të lë, edhe pse ishe versioni yt më i mirë, atëherë ai të ka bërë një nder. Më mirë të largohet tani, se sa të harxhosh vite të jetës me dikë që nuk të meriton. Qëllimi nuk është të mbash ndonjë burr me çdo kusht. Qëllimi është të tërheqësh burrin e duhur dhe në të njëjtën kohë të mbash larg ata të gabuarit. Dhe kjo ndodh vetëm kur je vërtet vetvetja, por versioni më i mirë i vetes. Jo një mask, jo një ideal i rrem, jo një imazh artificial. Ti por e pjekur, e qartë dhe me vetdijen e vlerës tënde. Dhe tani vjen një fjali që mund të godas. Nëse për momentin nuk po tërheq llojin e burrave që dëshiron, është sepse ende nuk je bërë gruaja që tërheq burra të tillë. Para se ta marrësh si sulm, dëgjo. Nëse dëshiron një burr të suksesshëm, të qëndrueshëm, të sigurt dhe emocionalisht të pjekur, duhet të bëhesh vetë e suksesshme, e qëndrueshme, e sigurt dhe emocionalisht e pjekur. E ngjashmja tërheq të ngjashmen. Nëse je plot pasiguri, frikë dhe modele të vjetra sjelljeje, do të tërheqësh burra që janë po aq të thyrë sa ti. Këtë e quaj parimi i përputhjes emocionale. Ti tërheq nivelin e shëndetit emocional që vetë përfaqëson. Nëse dëshiron të përmirësosh cilësinë e burrave në jetën tënde, duhet së pari të përmirësosh cilësinë tënde emocionale. Puno mbi frikërat, traumat dhe modelet e tua të lidhjes dhe mbi të gjitha, mbi vetvlerësimin tënd. E di që nuk është e lehtë. E di që kërkon kohë dhe përpjekje, por është e vetmja rrugë. Sepse më lejo të them diçka që e shoh vazhdimisht në praktikën time. Gratë që punojnë me veten, që shkojnë në terapi, që lexojnë libra zhvillimi personal, që janë vërtet të gatshme të investojnë në rritjen e tyre, janë ato që përfundojnë duke pasur marrëdhënie të jashtëzakonshme. Dhe ato që nuk e bëjnë, që vazhdojnë t'u japin fajin burrave, që përsërisin të njëjtat modele, që refuzojnë të shikojnë me ndershmëri në pasqyrë, përfundojnë gjithmonë në të njëjtat marrëdhënie katastrofike. Prandaj të pyes, a je gati të punosh me veten? A je gati të bëhesh ajo grua që i çmend burrat vërtet? Sepse nëse përgjigjja është po, nëse me të vërtet e dëshiron këtë ndryshim, duhet të kuptosh se do të nxjerrë nga zona e rehatisë. Do të duhet të vësh në pikpyetje bindje që i ke pasur për dekada. Do të duhet të përballesh me frikëra që i ke shmangur gjithë jetën. Dhe e para nga këto bindje që duhet ta heqësh është më e rrezikshmja nga të gjitha, besimi se duhet të jesh në një lidhje për të qenë e lumtur. Kjo është gënjeshtra më e madhe që na ka shitur Disney dhe që ne e kemi besuar verbërisht. E vërteta është krejt e kundërta.
duhet të jesh e lumtur më parë, që të jesh në gjendje të kesh një lidhje të shëndetshme. Lumturia nuk vjen nga jashtë, ajo lind brenda teje, dhe nëse pret që një burr të bëjë të lumtur, do të presësh përgjithmonë. Burrat nuk duan të jenë përgjegjës për lumturinë tënde, është shumë presion, shumë barë. Ata duan ta ndajnë jetën me një grua që tashmë është e lumtur, që tashmë e ka jetën nën kontroll, që është emocionalisht e qëndrueshme. Ata duan të jenë pjesë e gëzimit tënd, jo burimi i tij. Dhe kjo më çon te një pikë vendimtare. Nëse për momentin nuk je në një lidhje, nëse je beqare, kjo nuk është fatkeqësi, është një mundësi e ardhë, një shans për të ndërtuar jetën që dëshiron me të vërtetë, përpara se ta ndash me dikë, një shans për t'u shëruar, për t'u rritur, për t'u bërë ajo grua që gjithmonë ke dashur të jesh. Por shumë gra e humbasin këtë kohë duke u ankuar, duke ndjekur burra që nuk i vlerësojnë, duke u përpjekur me dëshpërim të mos jenë vetëm. Vetmia nuk është armik, është mësues. Të mëson të shijosh shoqërinë tënde, të mëson të njohësh vërtet veten, të tregon se je e plot pa pasur nevojë për dikë pranë. Dhe sapo ti mësosh këto mësime me të vërtet, bëhesh magnetike për burrat e duhur, sepse ekziston një ndryshim i madh mes të qenit vetëm sepse s'të do askush dhe të qenit vetëm sepse zgjedh vetë. Gratë që i çmendin burrat janë jashtëzakonisht të përzgjedhura. Nuk pranojnë gjithçka, nuk kënaqen me mesataren, kanë standarde të larta dhe nuk heqin dorë prej tyre, pavarësisht sa kohë kalon. Janë më mirë vetëm se sa keq të shoqëruara. Dhe pikërisht kjo qëndresë, kjo vetbesim, kjo ndjenje e thellë e vlerës vetjake është e parezistueshme. Por më lejo të sqaroj diçka për standardet, sepse këtu shpesh lindin keqkuptime. Të kesh standarde të larta nuk do të thotë të jesh sipërfaqësore apo materialiste. Nuk ka të bëjë me faktin që burri duhet të jetë i pasur apo të duket si model. Ka të bëjë me vlerat me atë që ka rëndësi vërtet. Ka të bëjë me mënyrën se si ai të trajton, me respektin, ndershmërinë, qëndrueshmërinë dhe përputhjen mes fjalëve e veprimeve. Një standard i panegociueshëm duhet të jetë ky. Ky burr më trajton gjithmonë me respekt, jo vetëm kur është me humor, jo vetëm kur i përshtatet, por gjithmonë. Një tjetër standard, ky burr mban fjalën e dhënë. Nëse thotë se do të telefonoj, e bën. Nëse thotë se do të vi, vjen. Nëse premton diçka, e mban. Dhe një standard tjetër, ky burr më jep siguri emocionale. Nuk luan lojra, nuk zhduket pa shpjegim dhe nuk më lë kurrë në dyshim për ndjenjat e tij. Problemi është se shumë gra i kanë këto standarde në teori, por në praktik i hedhin tej sapo një burr u kushton pak vëmendje. Shumë gra takojnë dikë që u jep flutura në stomak dhe pa pritur të gjitha standardet fluturojnë nga dritarja. Fillojnë të justifikojnë sjellje të papranueshme, bëjnë përjashtime, i thonë vetes, askush s'është perfekt, ndoshta po kërkoj shumë, por jo nuk po kërkon shumë, po kërkon minimumin absolut që çdo njeri e meriton në një marrëdhënie. Dhe nëse një burr nuk mund të jap as këtë minimum, atëherë ai thjesht nuk është burri yt. Kaq e thjesht. Por për t'i mbajtur standardet e tua, të duhet diçka thelbësore, vetdia e thellë që ti e meriton. Dhe këtu dështojnë shumë. Në brendësi, shumë gra besojnë se nuk kanë të drejtë për respekt, dashuri apo trajtim të mirë. Kanë marrë besime të rrënjosura thellë nga fëmijëria, nga lidhjet e kaluara, nga pritshmëritë shoqërore që u thonë se nuk janë të mjaftueshme, se duhet të jenë mirënjohëse për çdo grim vëmendjeje, se nuk duhet të kërkojnë shumë, sepse janë shumë të vjetra, sepse kanë fëmijë apo sepse koha më e mirë ka kaluar. Por kjo është e gjitha marrëzi e pastër që duhet ta përzësh menjëherë nga mendja jote. Vlera jote nuk bie me kalimin e viteve. Vlera jote nuk varet nga statusi yt martesor. Ajo nuk përcaktohet nga fakti nëse ke fëmijë, shenja shtatzënie, rrudha apo disa kilogram më shumë. Vlera jote është e lindur, ke lindur me të dhe do të vdesësh me të. E vetmja gjë që mund ta zvogëloj është nëse e lejon vetë. Kur e zvogëlon veten, kur lejon që të trajtojnë pa respekt, kur beson se duhet të ndryshosh për t'u dashur.
Gratë vërtet të parezistueshme e kuptojnë këtë në një nivel të thellë. Kjo nuk është arrogancë, por vetdije. Ato e dinë çfarë kanë për të ofruar dhe presin ndërsjellje. Nuk japin 90% ndërsa tjetri jep vetëm 10%. Presin partneritet të barabartë me një burr që përpiqet po aq, që investon po aq, që e vlerëson lidhjen po aq sa ato. Dhe e di çfarë kanë këto gra tjetër të përbashkët, nuk janë perfekte, nuk kanë trupa pa të meta, karriera të përsosura apo jetë të përsosura, por kanë diçka shumë më të fuqishme, autenticitetin. Janë të vërteta, nuk përpiqen të jenë dikush tjetër për të pëlqyer. Shfaqen ashtu siç janë me forcë, dobësi, veçanti dhe thon hapur, kjo jam unë, pranoje ose lëre, por nuk do të shtirem. Dhe pikërisht kjo është aq e rrallë sot, prandaj edhe kaq e parezistueshme. Në një botë ku të gjithë përpiqen të shfaqin një imazh perfekt në rrjetet sociale, ku gjithçka është e filtruar dhe e sajuar, një grua autentike shkëlqen si diamant mes plastikës. Burrat janë lodhur nga fasadat. Janë lodhur nga gratë që sillen ndryshe për të pëlqyer. Kur takojnë një grua që është e vërtetë, që nuk ka frikë të jetë vetvetja, ata dashurohen thellë dhe përfundimisht. Por për të qenë autentike, duhet ta njohësh veten. Duhet të dish kush je, çfarë do, çfarë është më rëndësi për ty, çfarë të bën të lumtur dhe çfarë jo. Shumë gra nuk e dinë këtë, sepse kanë kaluar gjithë jetën duke përmbushur pritshmëritë e të tjerëve. Kanë qenë vajza të përsosura, bashkëshorte të përsosura, nëna të përsosura, por asnjëherë se kanë pyetur veten, çfarë dua unë në të vërtetë. Prandaj, tani bëj këtë ushtrim menjëherë. Merr një letër dhe një stilolaps dhe përgjigju këtyre pyetjeve me ndershmëri absolute, jo ashtu si mendon se duhet të përgjigjesh, por ashtu siç është në të vërtetë. Pyetja 1. Çfarë të bënte të lumtur përpara se të filloje të shqetësoheshe për t'u pëlqyer burrave? Kur ishe fëmijë apo adoleshente, çfarë të pasiononte, në çfarë humbje veten? Pyetja 2. Nëse nesër do të fitoje llotarinë dhe nuk do të duhej të shqetësoheshe më përpara si do ta kaloje kohën tënde, çfarë do të bëje, ku do të udhëtoje, çfarë do të mësoje? Mos thuaj se nuk e di. Thjesht i ke shtypur ato dëshira aq gjatë, sa mezi i një më. Pyetja 3. Cilat pjesë të vetes ke fshehur apo shtypur për t'u pranuar? Cilat cilësi i ke zbutur sepse mendoje se burrat nuk do t'i pëlqenin? Humor sarkastik, inteligjencën, pavarësinë, mendimin tënd të fortë, ambiciet? Pyetja 4. Nëse mund ta dizajnoje jetën tënde ideale pa kufizime, pa u shqetësuar për të tjerët si do të dukej ajo, ku do të jetoje? Me çfarë do ta mbushje kohën? Me kë do të rrije? Si do të ishte partneriteti që vërtet dëshiron? Këto pyetje janë thelbësore, sepse nuk mund të tërheqësh jetën që dëshiron nëse nuk di as çfarë është ajo. Nuk mund të jesh autentike nëse nuk ke asnjë ide kush je, nën gjithë ato shtresa pritshmërish dhe imazhesh të rreme. Dhe kur fillon të rilidhesh me vetveten e vërtet, do të kuptosh diçka njëkohësisht të bukur dhe tronditse, që ndoshta deri tani ke jetuar një jetë që s'ka qenë fare e jotja, që ke ndjekur një skenar që të tjerët ta kanë shkruar, që ke ndjekur qëllime që s'kan qenë të tuat, ke dashur t'u pëlqesh njerëzve që se kanë merituar dhe ke pranuar marrëdhënie që të kanë zbrazur vetëm nga frika e vetmisë. Por ja lajmi i mirë, kur nuk është vonë. Nuk ka rëndësi nëse je 45, 50, 60 apo 70 vjeçe. Nuk ka rëndësi sa kohë ke investuar në lidhje të gabuara. Sot mund të fillosh nga e para. Sot mund të vendosësh që mjaft është që nuk do të pranosh më thërrime, nuk do të lypësh më dashuri dhe nuk do të shtihesh më kurrë për të hyrë në kornizën e një burri që s'të meriton. Dhe kur ta marrësh këtë vendim me gjithë bindjen tënde, do të ndodhë diçka e jashtëzakonshme. Do të fillosh të rrezatosh një energji krejtësisht tjetër. Burrat do ta ndjejnë menjëherë, sepse asgjë nuk është më tërheqëse se një grua që e njeh veten, e vlerëson veten dhe e di saktësisht çfarë do dhe çfarë nuk do të toleroj kurrë. Më lejo të shpjegoj çfarë dua të them me energji, sepse shumë njerëz e kuptojnë gabim. Nuk po flas për ezoterizëm apo mistik, por për komunikim jo verbal.
Trupi yt flet përmes qëndrimit, tonit të zërit, lëvizjeve, mimikës. Të gjitha këto tregojnë më shumë për ty se 1000 fjalë. Nëse brenda ndihesh e dëshpëruar për vëmendje, ke frikë nga refuzimi apo nuk e vlerëson veten, ti dërgon pa vetdije pikërisht këto sinjale. Burrat i ndjejnë ato jo me vetdije, por instinktivisht. Ata e ndjejnë kur një grua transmeton nevojë, pasiguri, dëshpërim dhe interesi i tyre shuhet. Në të kundërt, burrat ndihen tërhequr në mënyrë magnetike nga gratë që përçojnë siguri, që ndihen mirë në lëkurën e tyre, që nuk tregojnë asnjë shenjë varësie apo frike. Kjo energji është e parezistueshme, por nuk mund të luhet. Nuk mund të shtiresh e fortë, ndërsa brenda je e thyrë. Mos përputhja midis asaj që thua dhe asaj që trupi yt tregon është gjithmonë e dukshme. Shikimi yt, toni yt, gjestet të gjitha të tradhtojnë. E vetmja mënyrë për të rezatuar vërtet vetbesim është ta kesh atë, dhe e vetmja mënyrë për ta pasur me të vërtet është ta ndërtosh vetvlerësimin nga brenda. E di cili është hapi i parë drejt kësaj, të ndalosh së kërkuari miratim nga jashtë, të ndalosh së lidhuri vlerën tënde me faktin nëse burrat të kushtojnë vëmendje, të ndalosh së varuri vetvlerësimin tënd nga like, të, komplimentet apo shikimet. Vlera jote nuk përcaktohet nga të tjerët, vetëm ti vendos sa vlen. E di, kjo tingëllon më e lehtë nga sa është në të vërtetë. Nëse ke kaluar dekada duke e matur vlerën tënde përmes vëmendjes mashkullore, nuk mund ta ndryshosh këtë brenda natës, por mund të fillosh sot me vendime të vogla, të vetëdijshme, që të mësojnë se mendimi yt për veten ka më shumë rëndësi se çdo mendim tjetër. Herën tjetër, kur të qëndrosh para dollapit, mos pyet veten çfarë do t'i pëlqente atij, pyet veten në çfarë rrobash ndihesh e bukur. Kur të jesh gati të anulosh planet e tua vetëm sepse një burr të ka ftuar, ndalu dhe pyet veten, e dua vërtet këtë apo po e bëj nga frika se ai do ta humbas interesin? Dhe kur të tundohesh ti dërgosh një mesazh vetëm për të marrë vëmendjen e tij, ndalu dhe pyet, cilën boshllëkësi po përpiqem të mbush me përgjigjen e tij, sepse këtu qëndron problemi i vërtet. Shumica e grave kërkojnë të burrat diçka që vetëm ato vetë mund t'ia japin vetes: vërtetim, vlerësim, dashuri për veten, ndjenjë vlere. Por asnjë burr në botë nuk mund të ta japë këtë. Asnjë. Ai mund të japë dashuri, shoqëri, mbështetje, por jo vetvlerësim. Kjo është një detyrë që mund ta përmbushësh vetëm ti. Për sa kohë që nuk e bën këtë, për sa kohë që kërkon jashtë atë që mund ta gjesh vetëm brenda vetes, do të vazhdosh të tërheqësh marrëdhënie toksike. Do të vazhdosh të tërheqësh burra që përfitojnë nga pasiguria jote, do të vazhdosh të japësh shumë e të marrësh pak. Dhe do të vazhdosh të pyesësh veten pse nuk gjen një burr të mirë, ndërkohë që e vërteta është kjo. Burrat e mirë shmangin gratë që nuk e vlerësojnë veten. Burrat emocionalisht të pjekur, ata që janë me të vërtet gati për një marrëdhënie të shëndetshme, nuk kërkojnë gra që duhet të shpëtohen. Nuk kërkojnë projekte, paciente apo nëna. Kërkojnë partnere të barabarta. Gra që qëndrojnë në këmbët e tyre, që zgjedhin të jenë me një burr jo sepse duhet, por sepse duan. Prandaj pyet veten me ndershmëri, a je kjo grua? Apo ende kërkon dikë që të plotësoj, të shpëtoj apo t'i jap kuptim jetës tënde? Nëse është e dyta, duhet të ndalesh tani. Duhet të bësh punën e brendshme përpara se të futesh sërish në një marrëdhënie. Përndryshe do të përsërisësh të njëjtat modele her par hir. Dhe për sa i përket modeleve, më lejo të shpjegoj diçka për neuroplasticitetin, një dukuri mahnitëse. Truri yt formon vazhdimisht lidhje të reja, në varësi të mendimeve dhe sjelljeve të përsëritura. Sa herë që mendon ose vepron në një mënyrë të caktuar, forcon disa rrugë neurale. Kur përsërit të njëjtën mendim apo sjellje vazhdimisht, ato rrugë bëhen si autostrada në trurin tënd dhe sjellja jote bëhet automatike. Kjo do të thotë, nëse për vite me radhë ke përsëritur mendime si nuk jam e mjaftueshme, duhet të përpiqem shumë që të më duan, nuk duhet të bëj gabime. Atëherë ke ndërtuar fjalë për fjalë autostrada neurale që të mbajnë të burgosur në këto besime.
Truri yt reagon automatikisht nga zakoni, jo nga e vërteta. Por bukuria e neuroplasticitetit është kjo, mund t'i ndryshosh ato rrugë, mund të krijosh rrugë të reja. Çdo mendim i vetëdijshëm që të forcon, çdo herë që e respekton veten, çdo herë që thua jo atje ku dikur thoje po, ti fillon ta riprogramosh trurin tënd. Pak nga pak, zëvendëson dyshimin me vetvlerësim, frikën me qetësi, varësinë me forcë të brendshme. Kjo nuk është magji, është shkencë. Truri yt reagon ndaj përsëritjes dhe emocioneve. Kur fillon të sillesh në mënyrë të qëndrueshme si një grua që e do veten edhe në ditët kur ende nuk e ndjen plotësisht në vetdia jote, fillon ta besoj. Do të vëresh se reagon ndryshe ndaj situatave që dikur do të kishin lënduar. Do të vendosësh kufi pa ndier faj. Do të ndalosh së lypuri dashuri, sepse tashmë e ke brenda vetes. Dhe pikërisht atëherë do të filloj të ndryshoj edhe rrethi yt. Njerëzit që të përdorin do të zhduken vetvetiu. Burrat që të respektojnë do të shfaqen pa pritur. Dhe kështu mbyllet rrethi. Udhëtimi që po fillon nuk është një rrugë që të çon te një burr, por te vetja jote. Kur ta njohësh, ta respektosh dhe ta duash vërtet veten, automatikisht do të tërheqësh njerëz që mbartin të njëjtën energji. Dashuria e vërtet nuk lind nga mungesa, por nga plotësia. Prandaj ndalo së pyeturi, kur do të vi burri i duhur, dhe fillo të pyesësh, kur do të jem gati të jem gruaja e duhur për veten time, sepse në momentin kur zgjedh veten, gjithçka ndryshon, shikimi yt, qëndrimi yt, jeta jote. Ky është momenti kur burrat nuk janë më qëllimi yt, por pasojë natyrale e rritjes tënde. Dhe kjo, e dashur lexuese, është transformimi i vërtet, kthimi te vetja.